Shikues të nderuar, Eselamu Aleikum. Erdhi koha që të takohemi edhe në emisionin Kolazh Javor për të realizuar përmbledhjet javore të emisioneve të realizuara në televizionin ton. Pa humbur kohë do t'i sjellim dy përmbledhje të para që vijnë nga dita e hënë. Muhamedi alayhis salam ishte i mëshirshëm dhe i kujdesshëm dhe pikërisht kjo ka bërë që të ketë ndikim të madh tek njerëzit. Për këtë çështje ka folur Hoxh Enes Goga në emisionin Mëshira që mungon. Në emisionin e drejt për drejt çka thot feja, Hoxh Enes Rama tha se Allahu të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë i fton në rrugën e vërtetë. Ai shtoi se në kohën e haxhit në Qabe të gjithë janë të barabartë pa dallim. Në vazhdim ju ftojmë që të ndjekim dy përmbledhjet e radhës. Ishte Ramazan dhe një musliman prej muslimanëve në Medinë, masi të përfundon koha e syfyrit, kërkon prej gruas së tij marrëdhënie intime dhe e prish agjerimin. Dhe kur zgjohet në mëngjes, e kupton se çfarë vepre ka bë, e ka prish agjerimin e tij qëllimisht, jo vetëm që ka prish agjerimin për vete, po ja ka prish agjerimin edhe gruas së tij, vjen i tërbuar te pejgamberi alayhis salam, thot ja Rasulullah, halaktu wa ahlakt. Thot ja Rasulullah, e kam shkatruar veten edhe e kam shkatruar gruan time. Dhe i tregon se çka i ka ndodh. I tërbum me plot frigë. Pejgamberi alayhis salam tani prap këtu shfaqet dhe shihet butësia e pejgamberit alayhis salam, mëshira e tij e madhe, ndjeshmëria e tij, se si ka trajtu pasuesit e tij, muslimanët e tij. I thot, ky është një gabim dhe një gjuna, një mëkat i rënd, i cili shpaguhet me këto punë. Thot, duhesh të agjeron 60 ditë. Mas Ramazanit. Thot ja Rasulullah, ti po e sheh se unë kam hyrë në mosh, edhe jam prej shëndetit i dobët, nuk muj të agjeroj 60 ditë pa ndërprej pas Ramazanit. Plus ditën të cilën e ka prish 61 ditë. Thot pejgamberi alayhis salam, atëherë nëse nuk mundesh me agjeru 60 ditë, rresht dënim pse ke prish Ramazanin qëllimisht, thot duhesh me i liru 10 rob. Thot ja Rasulullah, nuk kam unë pasuri me i liru 10 rob. Pejgamberi alayhis salam thot alternativa e tretë, shiqojeni, shiques të nderuar. Çdo herë pejgamberi alayhis salam ka sill alternativa. Kjo është Islami ynë i bukur. Kjo është feja jonë madhështore. Mos me i lën njerëzit pa alternativa. I thot, atëherë nëse nuk ke mundësi me i liru robët, do të i ushqen 60 varfër, me 60 shujtje. Thot ja Rasulullah, nuk kam pasuri. La ilaha illallah. Edhe e ka bo këtë problem kaq të madh, edhe është zhytur në mëkat, edhe nuk po është i Zoti me i dal karshi gabimit të tij dhe me shly gabimin e tij. Mirë po, ky ka pas punë me një njeri të madh. Ka pas punë me njeriu të cilin Allahu e dërgoi mëshirë për mbar njerëzimin. Dhe pejgamberi alayhis salam, nga kujdesi i tij, mos e harroni ajetin e surës Tauba ku Allahu te baraka wa taala e vlerësoi pejgamberin alayhis salatu wassalam si Rauf edhe Rahim, ajeti 128 nga surja Tauba. Allahu këto dy emra, me këto dy emra e cilësoi pejgamberin, i but, i ndihshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët. Pejgamberi alayhis salam vendosi me zgjidh problemin dhe me e pastru për këtij mëkati këtë burr dhe gruan e tij. Pejgamberi alayhis salam dul në xhami
dhe u tha muslimanve: kush prej juve është në gjendje të jap sadaka dhe t'ja shpagun gabimin këtij njeriu i cili e ka bërë këtë gabim? Dhe u çun disa njerëz dhe ofruan ushqim dhe ja falen, ja dhurun këtij njeriu me qëllim që ky t'u shpërndan të varfërve dhe ta lan veten dhe ta pastroj vetveten e tij prej këtij gjunahi dhe prej këtij gabimi. Kur erdhi ushqimi, shportat e mbushura me hurma, nga se hurma ishte një prej ushqimit standard në atë kohë, kishte varfëri të madhe. Ky burr, i cili e kishte bërë krejt këtë problem kaq të madh, dhe nuk ishte në gjendje t'i del Zot vetes së tij, tha: ja Rasulullah, ti e din se unë jam njeri i varfër, a kam të drejtë unë tani këto ti marr? Këta mi bën dhurat në emër të asaj që unë t'u adhuroj të varfërve si shujtje, a kam të drejtë unë një pjesë të këtij ushqimi ta marr për veti? Pejgamberi alayhis salam i tha: po. Allahu Akbar. Po e shihni shqetësues të nderuar çfarë feje madhështore e kemi? A ka ndonjë shembull më të madh i cili tregon mëshirën e pejgamberit alayhis salam se sa kjo? Sa ka hise të menduarit për këtë ditë, sa ka hise të këne, të medituarit për këtë ditë, të pregaditurit për këtë ditë, në jetën tonë. Te Allah Gjelle Gjelaluhu, i cili kërkon nga ne që ta kujtojmë këtë ditë, është po ai Allah, i cili në nxit në punë, në angazhim, në shfrytëzimin e begative të kësaj bote. Andaj roli i besimit në ditën e gjykimit nuk është rol destabilizues që destabilizon njeriu në këtë dunja, nuk e lën të qetë rahat. Jo, ka rol stabilizues, qetësues. E mëson si të punon, e mëson si të mëson, si të angazhohet, e mëson. Nga se i çon mesazhe të qarta se për çdo veprim do të japësh llogari para Allahut xhallahu ala nesër. Andaj mati veprimet e tua, mati fjalët e tua, mati qëndrimet e tua, gjitha këto, ka se do t'ja përsh llogari para Allahu xhallahu xhelalu. Këtë mësim dhe këtë edukat e kemi një shans të madh ta përfitojmë dhe ta marrim këto ditë. Andaj sikur që fillova të flas për surën Hajj, shikues nderuar. Allahu i mënduar e ka zbrit një surë të shtatër që e ka mërtuar kapitullin e Hajj. Dhe çdo kush për neve tash mund të mendon, po kapitullin e Hajj me siguri po filloi kjo me Mekë. Me fol pak për Mekën, tani me fol për Umrën, tani për Haxhin, se sura e Hajj. Jo vallahi. Surja Hajj. Surja Hajj. Shikues të nderuar. Fillon me këtë mesazh. Ja eyyuhan nas. Ittaqu rabbakum. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adhim. O ju njerëz. Shikoj si ka filluar Allahu xhallahu ala, o ju njerëz. Nuk i ka ndarë në besimtar dhe pa besimtar. Në të bardhën të zi. Nuk i ka ndarë në asnjë lloj ndarje, por të gjithë dhe i urrëtuar. Sikur thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, kjo thirrje ka përfshi idhujtarët, ka përfshi pasuesit e librave, ka përfshi besimtarët, të gjithë njerëzit. Keni frikë Allahut. Kurbani për të vdekur, do të thotë tek ne prehet natën e Kurban Bayramit. Nëse kurbanin për të gjallë e prejnë pas falës namaz Bayramit. Kjo është gabim. Çdo kurban që e prejmë para se të falë namazi Bayramit nuk llogaritet kurban. Është lëmosh, sadake përgjithshme, po nuk llogaritet kurban për këtë Bayram. Andaj ata që kanë dëshirë të prejnë kurban për të vdekur, e prejnë kurbanin për vete pas namazit të Bayramit dhe e bëjnë jetën që të përfshihen të edhe vdekur e tyne. Dhe kjo i mjafton. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e ka prejë kurbanin, e ka bërë jetë për vete, për familjen e tij.
Dhe dietarët thonë se këtu është përfshi edhe Hadixha, gruaja e tij pse ka qenë vdekur. Qase ka përfshi, do thotë gratë e tij, familjen e tij në përgjithësi. Andaj ti kur të presh kurbanin, e bën jetë për familjen tënde, do thotë për ty, grua, fëmijët, por sprish punë me i përfshi dhe prind të vdekur, që janë të vdekur për shembull, dhe u shkon sevap inshallah. Nuk ka nevojë kurban special, do thotë ndar edhe për të vdekurin. Por po kem dëshirë edhe për të vdekurin, atë nëse do me kon kurban duhet të jetë pas namazit të Bajramit. Nëse e prim natën, të kallahu shkon se lëmosh, shkon sevap, por nuk llogaritet si kurban. Cilën ditë duhet me prej? Thash duhet me fillu ditën e Xhuма, pasi që të falet namazi i Bajramit. Pas falet namazit të Bajramit, fillon thirrja e kurbanave. Në emisionin Shekulli i Besimit edhe një pjesë ju kushtua temës së mëshirës në misionin e Muhamedit a.s. Këtë temë e trajtoi zakonisht Hoxh Talha Kurtishi, një koqir i këtij emisioni. Të ndjekim edhe këtë përmbledhje. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jeta e tij ka qenë jetë e thjeshtë, jetë e kafshme për njeriu, edhe model i cili mundet të merret parasysh. Gjithashtu, ajo që është shumë e rëndësishme për që është veçori prej veçorive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe fakti se Muhamedi alaihi salatu wasallam ka insistuar në aspektin moral, ka insistuar në vendosjen e parimeve morale, të cilat nuk kanë qenë vetëm të lidhur me disa aspekte të moralit. Ajo që ka dalluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është përfshirja e gjithë cilësive morale, dhe këtë e vërteton edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë: "Buithtu liutammima makarim al-akhlaq", jam i dërguar që t'i plotësoj virtytet apo moralin e mirë. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka pas këtë, do të thonë mesazhi i tij dhe porosia e tij e ka realizuar këtë qëllim që njerëzit t'i plotësojnë gjitha, jo sikur disa tjerë që kanë insistuar vetëm në ndonjë aspekt moral, në trimëri, në gjëra tjera. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me pamjen e tij, me jetën e tij, me mënyrën se si ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë shembull i gjallë i realizimit të gjitha virtyteve dhe vlerave. Para se me vazhdu, du vetëm ta ceki këtu se disa gjëra kur shikon nga një aspekt duken sikur negative, apo vlerësohen si pozitive, edhe pse në të njëjtën kohë mundën të vlerësohen si negative. Për shembull, falja e gabimit që e ka bërë dikush. Shumica për njerëzve ata e shikojnë si një gjë pozitive, por në të njëjtën kohë e ka edhe atë elementin e vet negativ, sepse kur t'ia falish, atëherë nuk e ke ndëshkuar për gabimin e bërë, apo nuk ke bërë asgjë që ta ndihmosh ata të cilët i është bërë padrejtësi. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme, ose largimi nga njerëzve apo nga grindjet me njerëzit, dikush e konsideron atë sikur vlerë, dikush largohet, nuk ka durim që të ballafaqohet me njerëzit, edhe thotë largohet, e mbron vetveten nga dëmi i tyre, por në të njëjtën kohë thotë mund të ketë atë konotacion negativ, sepse vetë largimi nuk kupton se ti hapësirën e veprimit shoqëror ja ke lënë dikujt tjetër, dikush që është i keq edhe ai e keq përdor, edhe i çon njerëzit në humbje edhe në çon në lehthitje dhe në dalalet. Nëse shikojmë Kur'anin, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an vetveten e përshkruan si mëshirues, mëshirëplot, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Thotë Allahu xhaleshanuhu, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Do të thonë e përshkruan vetëm si mëshirues, mëshirëplot. Gjithashtu wa rabbukel ghafur, dhe Zoti yt është falës, dhu rahme, i cili mëshiron. Gjithashtu Allahu xhaleshanuhu kur e përshkruan vetën, inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Allahu ndaj njerëzve është i butë dhe është falës. Gjithashtu kur flet në një ajet Allahu xhaleshanuhu flet për shpalljen, për vahjin, thotë: "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya." Ata që e ndajnë mëshirën e Allahu xhaleshanuhu, që e ndajnë në mes e njerëzve, ne jemi ata që mes njerëzve i kemi ndarë nevojat e kësaj dunjaje. Dhe në fund të ajetit thotë: "Wa rahmatu rabbika khairu mimma yajma'un", ndërsa mëshira e Zotit tënd është më e mirë se ajo që ata e grumbullojnë. Fjala rahmet, me të cilën Allahu xhaleshanuhu e ka përshkruar vetveten në Kur'an, me të cilën e ka përshkruar shpalljen, me të cilën e ka përshkruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është një gjë shumë e rëndësishme, sepse Allahu xhaleshanuhu kur ka folur për shpalljen, e ka quajtur shpalljen që i zbritet apo dërgimin e Muhamedit alayhis salam e ka quajtur mëshirë. Thotë Shënkitiu,
një prej dietarëve të tefsirit të Kuranit thotë wa dhahiru wal mutabadir. Ajo që është e qartë dhe që nën kuptohet ose fjala rahmet në këtë ajet e hum yaksimuna rahmet e rabbik, ajo ata që e ndajnë mëshirën e Allahut në këtë ajet e ka kuptimin e dërgimit të pejgamberit dhe e ka kuptimin e zbritjes së shpalljes. Dhe thotë emrimi i shpalljes me rahmet përmendet disa herë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Emisionin duke kërkuar përgjigje realizuam me Hoxhën Lukman Hoxha, me të cilin i dham përgjigje shikuesve tanë të cilët na kanë shkruar në pyetje@cvizkes.com, adresë kjo elektronike e emisionit duke kërkuar përgjigje. E në Eko, pra në emisionin Eko u fol për bigjozin si mëkat i madh, të cilën temë trajtuan Ermir Hoxha dhe Hoxh Ahmed Kalaja. Të ndjekim tani dy përmbledhje. A bën të martohet, domethënë, me personin i cili ka qenë i fesë tjetër dhe ka pranuar Islamin? Parimisht përgjigjja është po, domethënë s'ka dyshim sepse ajo vajzë po martohet me një musliman. Dhe duke qenë se sipas rastit konkret personi veç ka kaluar 3 vite me namaz, tregon një farforme qëndrueshmërinë e tij në fe. Se ndoshta nëse personi në fillim e ka pranuar Islamin, ndoshta do të kishim këshilluar një motër që mos të ngutet se Islami i tij sa është i vërtet, sa është i bindshëm, sepse sprovat në Islam nuk janë edhe të lehta. Andaj ndoshta kishim sugjeruar ndonjë kujdes më të madh. Po duke qenë se veç kanë kaluar 3 vite dhe ai vllau jon musliman, domethënë tashmë është në xhirin e vëllazërisë son, e merr domethënë statusin e çdo muslimani të rëndom. Dhe Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat." Të mirat, gratë e mira, vajzat e mira janë për djemtë e mirë dhe djemtë e mirë të ndershëm janë për vajzat e ndershme. Dhe hyrja e tij në Islam, domethënë praktikimi i Islamit në një farforme ja jep statusin e muslimanit spaku të rëndomt, i cili domethënë konsiderohet si muslimanët e tjerë. Madje, domethënë në Islam nuk pritet patjetër të kaloj kohë, saqë nëse ndodh një femër të ketë shoqëri ndoshta me një djalë të fesë tjetër, qoftë ai krishter, budist, hindus, çado që të jetë, dhe personi i tillë i shpreh ofertën e martesës vajzës, ajo domethënë parimisht fetarisht e ka të ndaluar dhe duhet t'i tregoj që unë nuk martohem me ty, megjithëse mund të kemi mendime të përbashkëta, pajtueshmëri, domethënë kuptimin e jetës, por ajo që na pengon neve është feja. Nëse e pranon ti Islamin, atëherë domethënë unë nuk paraqes pengesë për martesë dhe normal bëhet oferta dhe pranimi me anën e kujdestarit dhe martesa domethënë realizohet në mënyrë normale. E vërtet është, domethënë kjo shprehje mashallah tabarakallah, mashallah la quwata illa billah, është shumë e përhapur. Dhe argument për këtë është vetë fjala e Allahut subhanahu wa taala në suratul Kahf: "Laula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwata illa billah", që tregon për atë pronarin e kopshtit, sikur domethënë që ju ka shkatruar kopshti, sikur të thuaje kur hyre në kopsht masha Allah la quwata illa billah, çka don Allahu dhe nuk ka forca, as lëvizje, as mundësi përveç ajo që Allah subhanahu wa taala don. Për këtij ajeti kanë marrën që çdo herë kur njeriu të pëlqen diçka, ta thot këtë fjalë, por vrem se dietar nuk janë të një mendimi, sidomos disa thonë se ky ajet nuk ka të bëjë me këtë, sepse ai personi që ju ka shkatërruar kopshtin nuk është për shkak të mësyshit, por për shkak i idhujtarisë dhe mendjemallësisë së tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe përdorimi i këtij ajeti për çështje të tjera nuk përkon. Ndonë se disa të tjerë e veçojnë që nëse të pëlqen diçka nga ana e pasurisë, jo për shembull në trupin e njeriut ose në diçka prej mirësive tjera, në vetvete ose tek tjetri, por te çështja e pasurisë. Madje edhe ka, domethënë, është e njohur te gjeneratat e hershme dhe ka transmetime, por sa i përket transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të thuhet masha Allah la quwata illa billah, hadithet që flasin janë të dobta.
Përkundër që kemi hadithe të vërteta lidhur me këtë çështje. Se sikur të mos kishnim hadithe të vërteta, ndoshta do të kishim marrë atë mendimin e dietarëve që thonë se për vepra të mira dhe që kanë vlera, lejo ndonjëherë me punu me hadithe të dobta. Por kjo, në këtë rast, kemi hadithe të vërteta që lidhen konkretisht me çështën siç është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dikush prej juve shef diçka që i pëlqen në veten e tij, te vllau i tij ose në pasurinë e tij, le të lutet për të me bereqet. Që nën kupton se më së miri është të themi Allahumma barik alej, Allahumma barik, ose në gjuhën shqipe Zoti të bekoft, Zoti të dhash bereqet, Zoti të ruajt nga çdo e keqe. Në një farë forme është e preferuar lutja. Sa herë që domethënë shihet diçka që i pëlqen njeriut me qëllim që të ruhet nga mësysh. Ermish, sa familje janë shkatruar për shkak të bixhozit. Për Zotin e mirë, çfarë nuk kemi dëgjuar. Shkon njeriu me pronarin e bastores ose te rollotës në shtëpi dhe thot dilni jashtë se e kam lënë bixhoz. Sa divorce, sa probleme, sa fëmijë kanë mbetur rrugëve, sa njerëz janë vrarë, kanë mbytur veten, sepse kanë parë që kanë bërë zgjidhjen më të keqe të mundshme të jetës tyre. Dhe probleme të tjera morale, domethënë, që nuk dua t'i përmend sepse normalisht nuk është për etikës e misionit. Pra gjëra tepër të rënda që njeriu ndoshta i rënqetet mishi vetëm kur i kujton. Domethënë ka pasoja të rënda për shoqërinë njerëzore. Jo më kot Zoti e ka ndaluar. Për këtë arsye ka një ajet kuranor i cili e ndalon rreptësisht. Thot mos ju afroni. Edhe në këtë rast. Po, mos ju afroni. Se do thot në orë dikush mund t'i futet thjesht për kuriozitet. Diun viktima thjesht i ka marrë shoku, i ka marrë kolegu. Po ti mos vëri ka thënë, po thjesht ai të më shif mua. Kaq ka qenë e mjaftueshme që ai të rrshqiste dhe të bëhej viktimë. Bile di një rast shumë interesant, një djalosh i ri, domethënë ishte ja 15 vjeç, dhe këtë ma tregon njëri për atyre djemve që dikur kanë punuar si bodyguard, thot, erdhi tha ai, tha dhe la. E pronari, çudi e madhe me fjalë, e mori tha, kapi për vesh, i gjujtin shqilm dhe i tha, iki tha dhe mos hajte më, se unë nuk e kam hapur këtë tha për t'ju thënë parë njerëzve. Pa ishte një djalosh 14 vjeç, 15 vjeç me fjalë. Duke menduar që mund të ketë edhe ndër musliman që mund të jenë molepsur në një moment, sidomos ta konsideruar si thjesht argëtuese ose si thuhet rëndom për qef, vendosin plotësimin e një llotoje sporti për shembull, me një shumë të caktuar, një shumë të vogël. Nuk e përjashtoj mundësinë që mund të ketë për muslimanëve të prekur prej kësaj, por në momentin që muslimani kupton që se Zoti një gjë të tillë ndalon në Kur'an, në momentin që muslimani kupton se kjo gjë i dhron Zotin, është njësoj si alkooli. Muslimani pin alkool, jo, se pin. Po pse? Po edhe bixhozi është njësoj si mishi i derrit, njësoj si mishi i derrit. Pra një musliman i cili nuk ka hanë mishin e derrit, si mund të lozë bixhoz? Madje unë mendoj se mishi i derrit se ka problem vetëm për personin. Smundjet, problemet që mbart mishi i derrit etj. Ndërsa bixhozi shkatron njeriu si njeri, shkatron familjen si familje. Për Zotin, domethënë dim raste që janë shkatruar familjet, kanë mbetur fëmijë të rrugëve, vetëm për shkak të bixhozit, se ka bërë mishi i derrit këtë punë. Që do të thotë se është diçka shumë e rrezikshme që njerëzit musliman duhet të friksohen Zotit dhe të kuptojnë se kjo gjë nuk e kënaq Zotin e i dhron. Nuk është problemi që 100 lekësh apo 200 lekësh i një pikërisht sepse ndoshta me bixhoz nuk është problemi ke shuma, problemi është tek vesi, është problemi tek xhesti. Një shikues kishte shkruar në adresën e redaksisë sonë se ka probleme me gruan e tij. Andaj ai kërkoi këshillën nga nikoqiri i emisionit Kam një problem, Hoxh Muhamet Dermaku. Hoxha i dha përgjigje. Allahu në Kur'an ka thënë këtë gjë. Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Padyshim pra kështu duhet të jetë në rend jeta bashkëshortore në ndritën e këtij ajeti. Dhe kudo në botë
kështu në esencë pranohen detyrat dhe rolet në jetë. Pra dëgjoni përkthimin e ajetit, burrat janë bizotrues ndaj grave. Burrat janë bikëshyrës ndaj grave të tyre. Për shkak të meritave, favoreve që i ka bërë Allahu dikujt mbi dikë tjetër. Në këtë rast, pra, burrat këtë dominimin që duhet ta kenë në shtëpi dhe rolin e tyre përmirësues që duhet ta kenë në shtëpinë e tyre, ata nganjëherë ndoshta e huqin detyrën e tyre, rolin e tyre mbizotrues dhe ndoshta nga paaftësia për të menaxhuar, ndoshta nga mos gatishmëria e tyre për të marrë drejt për drejt me detyrat e tyre bashkëshortore, ndoshta nga dëshirat e tyre që i kanë në jetë, e humbin atë cilësinë dominuese dhe e shpërfillin obligimin e Allahut dhe rendin e Allahut në tokë që ata të jenë dominues në jetë. Dhe këtë çështjen e dominimit, pra burrat ka mundësi që ta humbin dhe ta huqin në dy mënyra. E para që ne na intereson këtu ta themi është që ata bin nën detyrat e dominimit dhe kjo sidomos vlen për këto kohë kur bashkëshortët pra kanë probleme të natyrave të ndryshme dhe si rezultat i atyre problemeve ose si faktor i shkaktimit të atyre problemeve është pikërisht bashkëshorti, pikërisht burri ai që nuk di ta menaxhoj situatën dhe lëshon pe në detyrat e tij. Shumë moral i dobët është morali i asaj gruaje që mundohet ta shfrytëzoj butësinë e burrit, por le të mendohet se gruaja në esencë derisa është krijuar prej bririt, mund të jetë e shtrembër dhe ti ndonse mundohesh ta drejtosh atë, ke mundësi që të mos e bësh atë që synon, por të bësh një zarar, një dëm më të madh, pra që ta thesh atë bri të shtrembër. Pra nuk jetohet me atë bri të shtrembër ndoshta, por edhe mos u mundo që me dhunë ta drejtosh. Kjo të paktën është këshilla e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ju ka dhënë burrave të tyre karshigrave. Këtu nuk duhet përmendur as pak e as nuk duhet motivuar njerëzit që të jenë të dhunshëm ndaj grave të tyre, por të njëjtën kohë ata nuk guxojnë që ta humbin personalitetin e tyre bashkëshortor ndaj grave. Pra, dëshira e tij për intimitet me të, ose nevojat e tij që ajo t'i kryej punë të shtëpisë, ose sjellja e saj me familjen e tij, ose ndoshta që kjo tashmë është shumë e përhapur, interesi i tij material në pagën e bashkëshortës së tij, që ajo t'i hyjë në krah pra këtij dhe ta ndihmoj me pagën e saj sepse është e punësuar dhe ta mbajnë familjen së bashku, të ndërtojnë shtëpi, të kryejnë borxhe e tjera e tjera. Këto interese nganjëherë pra burrin e qesin si të përulur para gruas së tij dhe kjo nuk është asesi e lejuar. Nuk guxojmë që gruas t'i japim merita më shumë se që i ka dhënë Islami, sepse ajo ndoshta mund të eskaloj situatën dhe të dalë prej kontrollit të saj dhe mundohet që në ato raste të dalë prej botës saj femërore dhe të mundohet të arrijë atë dominimin mashkullor që duhet në esencë ta ketë burri. E kemi obligim të japim selam Muhamedit alayhi salam. Kështu tha Hoxh Agim Bekiri, një herët edhe ishte temë në emisionin Obligimet e besimtarit ndaj të dërguarit të fundit. Ndërkaq Hoxh Zeki Çerkezi foli për vlerën e abdesit dhe kushteve të tjera të namazit. Të ndjekim tani dy përmbledhje në vazhdim.
përshëndetja qoftë për Allahun nga robërit e tij dhe përshëndetja qoftë për filanin, për tjetrin, për filanin e kështu me radhë. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha, ju drejtua atyre dhe ju tha, mos thoni esselamu ala Allah, përshëndetja dërgon Allahut. Për arsye se vetë Allahu është esselam, një prej emrave të Allahut subhanahu wa taala është esselam. Esselam, paqëdhënësi. Por thoni at-tahiyatu lillahi was-salawatu at-tayyibat. Përshëndetjet janë për Allahun dhe lutjet dhe madhërimet janë për Allahun azza wajal, lutjet e bukura, fjalët e bukura që besimtarët ja shprehin krijuesit. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Në thënë, paqja qoftë mbi ty o pejgamber dhe mëshira Allahut dhe bekimi Allahut. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Paqja qoftë mbi ne dhe mbi robërit e mirë të Allahut. Thot pejgamberi, nëse e thua kështu, atëherë do ta kjo fjalë faktikisht përfshin secilin rob të Allahut që është në tokë dhe në qiell. Kur thush assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pastaj ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ose wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Dëshmoj se Allahu është Zoti vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pra kjo është lutja që ne e themi në teshehud gjatë namazit. E themi në uljen e parë ose në uljen e dytë. Ndryshe siç njihet te populli, leximi e tahiyatit. Për arsye se fillon me atë fjalë at-tahiyatu lillahi was-salawatu at-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Do të thon paqja qoftë mbi ti o ti pejgamber. Faktikisht ne në namazin tonë përshëndesim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmetullahi wa barakatuh dhe mëshira dhe bekimi i Allahut. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin dhe deri në fund si thuhet lutja. Nëse dikush viziton një varr thjesht pse e ka njoft për shembull një të vdekur ose pse e ka të afër. Do të thon, jo për ndonjë synim tjetër, nuk ka ndonjë qëllim që të lutet apo të çojë në vend, do të thon një sunet pejgamberit sa me kështu me radhë. Do të thon kjo vizitë bëhet mubah. Është një vizitë e lejuar dhe nuk ka, do të thon ndonjë shpërblim për të. Mirë, po nuk ka edhe asnjë lloj dënimi. Nëse dikush viziton varrezat në mënyrë që të lutet për të vdekurit dhe në mënyrë që të përkujtoj vetveten se një ditë edhe ai do të vdes, ta përkujtoj ahiretin, atëherë kjo vizitë bëhet vepër mustahab ose vepër e preferuar. Kurse krahasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me varre të tjera është krahasim, do thon, jo i drejtë, sepse Allahu subhanahu wa taala e ka mjaftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga këto vizita. Nuk ka nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që këto vizita të bëhen, domethënë këto përshëndetje dhe lutjet i bën atij te varri, për arsye se besimtarët në çdo hyrje dhe dalje nga xhamia dhe në çdo ulje brenda namazit çojnë salavate dhe selame mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këtu del në shesh vlera që Allahu ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu del në shesh, domethënë një vlerë e madhe që Allahu subhanahu wa taala ka dalluar pejgamberin nga të gjithë besimtarët, nga të gjitha krijesat madje, dhe ka bërë atë, domethënë që të përshëndetet edhe pse nuk është prezent, të lutet për të në çdo vend, në çdo moment, për shembull kur kemi fol për salavatet ose lutjet tona që Allahu ta ngrit namin e pejgamberit, ta lavdroj emrin e tij dhe ta madhroj pejgamberin sa është në një sër vendesh të shumta që besimtarët vazhdimisht kur të dëgjojnë emrin e tij të thonë sallallahu alaihi wasallam. Allahu e lavdroft, e madhroft dhe Allahu subhanahu dhe përshëndetja dhe paqja Allahu subhanahu wa taala qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj krahasimi nuk është i drejtë. Edhe këtë kohë ja ka mësu Muhammedit alayhi salatu wasalam Xhibrili me ardhje të tij 2 ditë radhazi. Ditën e parë e kam fal të 5 kohët e namazit në hyrje të kohës, ditën e dytë i ka fal këto 5 kohët e namazit në dalje të kohës, edhe i ka thonë, o Muhammed, i ki këto 2 kufiri hyrës edhe dalës të kohës, nuk bën të falet njeriu para se me hy koha, edhe ashtu nuk bën të falet pasi që të kalon koha. Me do e mos duhet pa tjetër që njeriu të falet mbrenda këtyre 2 kufive. E nuk bën me la njeriu që pas kohë të fal namaz,
krejt jeta e tij, i gjithë aktiviteti i tij, puna e tij ju përshtatet namazit, e jo namazi me u përshtat punës së tij. Pastaj është pastërtia. Çka është pastërtia? Pastërtia është diçka çka shumë jep hapësirë edhe peshë të madhe Islami. Pra duhet njeriu i cili dëshiron të fal namaz, trupin ta ketë të pastërt, teshat të ketë të pastërta, edhe vendin ku falet të jetë i pastërt. Pastaj duhet të ketë trupin e mbuluar sipas normave, dispozitave të cilat i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Shumë vetë gabojnë kur mendojnë se për meshkuj mjafton që të mbulohet prej kërthizës deri te gjunjt. Kjo pjesë duhet të mbulohet kur qëndron mashkulli karshi mashkullit. Por në namaz duhet të mbulon edhe krahrorët, sepse kështu na urdhron pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të cilin hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Ka thonë i mbuloni krahrorët, i mbuloni supet në namaz. Abdesin e ka caktu Allah subhanahu wa taala për shkak të namazit. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith autentik, Allah nuk e pranon namazin pa abdest. Pra, ky është kusht. Prej këtij hadithi dietarët e kanë nxjerrë se për pranim të namazit një prej kushteve është edhe për të qenur pastër gjithësisht me abdest. Ai i cili i ka kry ato nevojat veta fiziologjike, qoftë e madhe, qoftë e vogla. Nëse ka pas marrëdhënie, atëherë nuk mjafton abdesti, por duhet të merr gusël, gjithësisht duhet ta lanë të gjithë trupin. Shkurtimisht me në pika të shkurta, çka është abdesti? Abdesti është pastrim, ibadet, pastrim i pjesëve të caktuara të trupit, cilat na i ka treguar Allahu azza wa jall në Kur'an, ku thot ja ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. O ju besimtar, kur dëshironi të falni namaz, i lani fytyrat tuaja, duart tuaja deri në bryla, me gjithë bryla, i mshoni mes të kokës, edhe i lani kamt deri te zogt e kamt. Shikues të nderuar, po shoqëroheni me kolazhin javor, arritëm tani në ditën e shtunë dhe siç e kuptuat gjatë gjithë javës, temat diskutuese kanë qenë rreth Kurban Bajramit dhe Haxhit, ndërkaq në emisionin Rruga drejt Allahut u fol rreth përfitimit nga Haxhi. Hoxh Enis Rama përmendi dobi të shumta që mund të shërbejnë të gjithë, si haxhinjve dhe ashtu edhe të tjerëve të cilët nuk ishin këtë vit në Haxh. Ndërsa tani të nderuar miq, ju ftoj që të ndjekim përmbledhjen nga ky emision. Televizioni ka përcjell çdo ditë bardhësinë e miliona njerëzve nga gjithë bota në petkun e bardhë. Meqense ne jemi në ditën e dytë apo tretë të Bajramit, por ata janë veshur para 4 ditësh me këtë petk i Harami. Bardhësia e tyre çdo ditë ka në gjithë media. Haxhirët tashmë në këto ditë kanë larguar ihramin. Mirpo nëse e kanë larguar fizikisht, nuk e kanë më në trupat e tyre. Mendoj se rrënjët e këtij ihrami kanë mbetur të nguritur në zemrat e tyre. Se në qoftë se besimtari dëshiron të ketë zemër të pastër, zemër të bardhë, atëherë ajo bëhet e tillë vetëm në adhurim ndaj Allahut azza wa jall. Nuk bëhet me pretendime sikur të thonë se e kam zemrën e mirë, e kam zemrën e bardhë. Jo. Ihrami, për ta veshur ihramin e bardhë, apo është dashur sakrificë, është dashur mund, është dashur adhurim ndaj Allahut xhallahu ala, për ta merituar me vesh ihramin e bardhë. A mund ta veshësh sot në rrugë, del çharak? Andaj për të qenë i bardhë, për të qenë i pastër, duhet ta bësh këtë përmes adhurimeve të Allahut xhallahu xhelalu. Dhe simbolika e dytë që del për kësaj është se njeriu nëse e ndjek rrugën e Allahut xhallahu ala, rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, adhuron Allahun xhallahu ala, bëhet i pastër nga mëkatet, sikur pastërtia e ihramave. I bardhë në zemrën e tij sikur bardhësia e ihramave. Apo
i dashur tek Allahu xhallahu ala, sikur si është i dashur me ihramat e tij. Andaj, nëse një haxhi vdes me ihrama, vorroset me ihrama, ka se Allahu don me pa këtë trup të tij që ringjallet me ihrama. Sikur që ndodhë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një njeri urrëzuar nga devja dhe e goditi devja nga frika çfarë ndodhi dhe e mbyti, vdiq. E pyetën ashab çfarë të bëjnë? Tha, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbështjellën në ihramat e tij, nga sa i ringjallet ditën e gjykimit duke thënë lebejk Allahumma lebejk. Nga se kështu vdiq, nga se kështu shkoj. Edhe kjo është për neve simbolik. Se nëse ne vdesim me këtë bardhësi, nuk duhet pritje të përse shpërblim tek Allahu xhallahu ala. Haxhi na mëson se të gjitha dallimet duhet rënuar për vlerësim. Mbetet vetëm një: inna akramakum indallahi atqakum. Ai që është angazhuar më tepër në adhurim, ai që ka përfituar më shumë nga tawafi, nga sa'i, nga Arafati, ky është më i miri. E fiton epitetin më i mirë tek Allahu xhallahu ala në bazë të këtij adhurimi. Po nishet gjitha në barabartë. A mund njeriu që thot për shembull unë po e paguaj, a mund të bëjmë një po mendoj një katalog të haxhit. Apo do të bëjmë ofertë. Të themi që në qoftë se paguan për shembull 5000 euro, lirosh nga Arafati. Me para, të shkojmë me eliminim. A shkojmë kështu? Pa mund të shmartë. Me para nuk mund të lirosh nga asgjë për haxhit, nga obligimet e mëdha të haxhit. I barabartë. Si të që ke paguar 10.000 euro, si të që ke paguar 500 euro, të dy do qëndroni në Arafat. Të dy obligoni të vesh një hrama. Të dy obligoni të telbien, të bëni tawaf në saj, inde barabartë. Dëllimin e keni po në kualitetin dhe cilësinë e banimit, ushqimit. Këto janë më rëndësitë e fundit. Ne kemi mësuar që duhet të mësojmë në jetën tonë që të synojmë dallimin nga të tjerët me adhurim, e jo me gjëra të tjera. Dhe çdo angazhim që e bëjmë këtë drejtim, shpërblehemi. Paguhemi tek Allahu xhallahu ala, vlerësohemi të madh. Po nëse vëllai nderuar, fatkeqësi sikur se sot ndodh që mejdani i vetëm i garimit për musliman të mbetet, Zoti na ruaj, dunjaja, të garojë në ndërtesa, të garojë në makina, në pajisje të telefonit apo tjerat. Nëse këto bëhet gara jonë, atëherë kjo garë do të jetë e përcjellur me urrëtie, do të jetë e përcjellur me zili, do të jetë e përcjellur me mashtrime, me kurtha, me gjëra të fllishta, të ndyta, të liga. Nëse garojmë se kush është më i devotshëm tek Allahu xhallahu ala, ky garim a shoqërohet me zili? Absolutisht, me dashuri. Nga se garimi yt në mejdan e adhurimit të mëson që ta duash atë që është më i devotshëm se ti. Kur flasim për sevapin ose për shpërblimin, a do të nënkuptohet vetëm shpërblimi i botës tjetër, që të themi Allahu do ta fus filan bamirësi në xhennet, apo ka edhe shpërblime të kësaj bote, sikur se është kush ja largon një breng të brengosurit, Allahu ja largon këtij një breng të dunjas ose të botës tjetër. Padyshim edhe këtu vret solidariteti në fenë tonë. Dhe kjo është ajo ana më interesante që promovon feja jonë, Islami. Islami gjithmonë nuk don që t'i lidh njerëzit vetëm me botën e ardhshme, vetëm me shpërblimet e cilat do t'i rrjedh ose do t'i marr ose do t'i takoj besimtarët në botën tjetër. Mirë po Islami gjithmonë synon që shpërblimet para se muslimani t'i thith ato shpërblime në botën tjetër, muslimani do t'i përjetojë dhe do të kënaqet me të mirat e asaj vepre të mirë të cilat i ka bërë në këtë jetë. Për shembull, e kemi konkretisht tek solidariteti, e kemi për shembull sadakan ose kemi dhënien e zakatit. Ne dim që fetarisht njëri i cili i jep sadaka, e dim që ka shpërblim shumë të madh te Zoti xhaleshanhu, mirë po nuk e lëm pa cekur se edhe në këtë botë do të ketë shpërblime të shumta. Për shembull, Muhamedi alayhis salam ka thënë ai i cili i jep sadaka, sadakaja është garant se Zoti xhaleshanhu do t'ia ruaj edhe do t'ja kultivoj pasurinë e tij. Prandaj këtu vret edhe një herë po të nxoj ajo madhështia e fesë tonë. E kemi ajetin e Kuranit ku Allahu thotë wala tansa nasibaka min ad-dunya, edhe ti asesi mos e anashkalo
ato të mirat edhe ato shpërblimet edhe atë angazhimin tënd të cilën ti duhet ta jepësh në çështjet e kësaj jetës. Prandaj padyshim se ka shpërblime të mëdha edhe në këtë botë, ka Allah azza wa jall garanton se do ta ruaj shëndetin, do ta ruaj pasurinë, do ta ruaj familjen. Allahu do të garantoj se ti do të jesh i qetë në këtë jetë. Prandaj, siç thot Allahu në Kur'an, ai i cili bën vepra të mira, qoftë për meshkujve apo femrave, do ta ketë një jetë të sigurt, do ta ketë një jetë të qetë, do ta ketë pa brenga, pa telashe, pa stres. E prandaj ne shpresojmë se ai njeriu, ai besimtar i cili mundohet që të kontribuoj në të mirën e njerëzve, padyshim do të ketë të mirë edhe në këtë botë. Njerëzit kur kanë bashkëjetesë, kur shoqërohen ndërmjet vete, kur kalojnë kohë së bashku, sigurisht kanë edhe fërkime, dhe ato fërkime i lirojnë disa shkëndija të cilat eventualisht mund të rrezatojnë negativisht në raportet mes njerëzve. Pra njerëzit kur fërkohen mund të keqkuptohen, mund të hidhrohen ndërmjet vete. A konsideroni se festa e Bajramit është rasti më i mirë për të tejkaluar ato, nga se në kushte normale njerëzit nuk po gjejnë forcë mjaftueshme për të tejkaluar hidhrimet ose keqkuptimet eventuale? Padyshim edhe lirisht mund të them se pikërisht në ditën e Bajramit, qoftë Bajramit të madh, domethënë Bajramit i si pason pas agjërimit, apo në këtë Bajram ndodhin shpesh njerëzit të cilët nuk kanë folur ose i kanë pas raporte të acaruara njëri me tjetrin, e shfrytëzojnë pikërisht ditën e Bajramit që t'ia shtrinë dorën e pajtimit, dorën e afërsisë, edhe me atë guximin më të madh ja urojnë një tjetrit Bajramin. Ne këtë e shohim në xhami, domethënë çdo besimtar i cili prezanton në xhami, edhe është e pamundshme pa të ndodhur dy apo disa raste që ndodh që dikush nga familjarët nuk kanë folur deri në ditën e Bajramit. Kur kanë ardhur bashkë në xhami, disa prej tyre hezitojnë të mos japin dorën, e pastaj ky hezitimi do të shndrohet në një veprim shumë të mirë, pastaj do t'i përmirësojnë raportet, e disa tjerë ndoshta e presin ditën e gëzimit që ta flakrojnë atë inatin, atë mlefin edhe atë urrëtin të cilën e kanë pasur. Lirisht mund të themi se jemi të motivuar edhe nga hadithi Muhamedit alayhis salam, i cili thotë leysa al-wasilu bil mukafi, nuk konsiderohet mbajtja e lidhjeve fajfisnore, ai i cili nëse të ka vizituar dhe ti viziton atë, mirë po konsiderohet mbajtja e lidhjeve fajfisnore që ta vizitosh atë që ai nuk të ka vizituar ty. Prandaj përsëri e shfrytëzojmë rastin që inshallah njerëzit ta gjejnë ditën e Bajramit, ditën e festave, që t'i flakrojnë gjitha ato inate, gjitha ato hasmëri që i kanë, gjitha ato urrëtie dhe spaku që t'i përmirësojnë raportet e tyre në ditën e Bajramit, e pastaj e lutim Zotin Xhershanu që ajo t'ju zgjat gjatë të jetës. Ta agjërosh të kesh ti fest, ndërsa të tjerë domethënë nuk e kanë festën, ose ta agjërosh një ditë kur aty në vendin ku është e theksuar dita e Arafatit ose vetë besimtarët që dalin në Arafat, ata nuk janë në atë ditë. Dhe me të vërtetë kjo e shkakton një breng besimtarit se si të veproj. Por fatmirësisht dua të theksoj këtu që fikhu islam, domethënë legjislacioni islam është më i gjerë dhe më i gjithë përfshirës në kësi lloj probleme. Andaj ne me të vërtetë gjatë këtyre ditëve kemi vrejtur shumë zëra të ndryshëm, prej atyre zërave racional që mund të themi, të logjikshëm, me një këshill, me një breng të shprehur në mënyrë të drejtë, deri te ato më të rënda, ndoshta fyrje, ofendime, akuzime, cilat me të vërtetë nuk i takojnë një besimtari, sepse këto zakonisht i bëjnë ata që nuk e kuptojnë natyrën e fikut islam. Sepse thjesht lidhja e ditës së Arafatit dhe e Kurbanit dhe gjitha rituale fetare, agjërimit, Ramazanit dhe Fitr Bajramit, fetarisht janë të lidhura me lëvizjen e hënës. Por jo vetëm me lëvizjen e hënës, por edhe me një ritual, me një aktivitet shtesë që është shikimi i hënës. Sepse kjo është e theksuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë agjëroni kur ta shihni hënën të ketë dalë. Dhe duke qenë se rituali i haxhit, Arafatit dhe Kurbani janë pjesë e tokës së Arabisë Saudite dhe autoritetet përkatëse kanë përcaktuar në bazë të dëshmive që i kanë pas, dhe atje, domethënë akoma dëshmia për hyrjen e muajve hënor bëhet me anë të shikimit, dhe thjesht kjo është tamam praktike pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
kanë vendosur që Arafati të jetë, domethënë në ditën e Eid dhe dita e Xhumat të jetë ditë e Kurban Bayramit. Ndonse në anën tjetër kalendari ose takvimi që i themi është përcaktuar shumë kohë më parë dhe dita dallon ku Arafati është ditën e mërkurë dhe Kurban Bayramit ditën e Eid. Dhe tashti këtu është një konfuzion mes besimtarëve se cilën ta ndjekin dhe çfarë të bëjnë. Pra, domethënën e udhës është që gjithë besimtarët të jenë të bashkuar. Dhe të bashkohen me cilën? A me takvimin apo me hënën? Në një farë forme, duke qenë se rituali kryhet në Arabi Saudite dhe haxhilerët kanë dalë në Arafat të nesër në therrin kurbanat, atëherë është më udhës për neve që të bashkohemi atyre. Dhe kur edhe vetë shumica e botës janë me ta. Duke mos e vleftësuar çështjen e takvimit siç bëjnë disa vëllezër se ajo nuk është metodë për ta përcaktuar muajin, pajtohemi, por nuk është diçka që është jashta Islamit dhe jashta kornizave të fekut islam, sepse çështja e llogaritjes së muajve me llogarin, domethënë e kalendarit, nuk është e panjohur për gjeneratat e hershme, madje prej tabinëve të mëdhenj, sikurse Mutarrif ibn Abdullah i ka pasur këtë mendim. Pastaj ka disa dietar tjerë të njohur, të cilët domethënë janë të besueshëm në dijen e tyre, kanë pasur mendimin që nëse llogaritja e hënës në mënyrë me anë të kalendarit apo takvimit e mohon mundësinë e pamjes së hënës, atëherë kjo i jepet përparësi, saqë nëse dikush del dhe thotë e kam parë hënën, ndërsa me anë të llogaritjes hëna as që ka lindur, atëherë fjala dëshmia në një farë formë është e papranuar. Andaj edhe ata që punojnë me kalendarin, sikur që tani janë në Shqipëri dhe Maqedoni, domethënë punojnë dhe shpresojmë që ajo të jetë për ta e pranuar, sepse në një farë forme autoritetet janë ata që zgjedhin. Përderisa çështja është diskutabile, të veprojmë me pamjen e hënës apo të veprojmë me kalendarin, kush është ai që vendos? Ne në sheriat e kemi një rregull që kur ka një konflikt, një mos pajtim, zgjedhja autoriteteve, e gjykatësit, e udhëhecit të muslimanëve, atij që i përfaqëson muslimanët, ajo është udhëhecja për besimtarët. Shtuar kësaj kur vetë pejgamberi sa na ka treguar në hadith që agjeroni kur agjerojnë tjerët, kur njerëzit agjerojnë, Bajramin me të tjerët dhe Kurbanin me të tjerët, pra aktivitetet kolektive i përcakton, domethënë autoriteti fetar i besueshëm dhe besimtarët nuk ju takon vetëm se të pajtohen me të dhe të mos bëjnë përçarje në emër të unifikimit. Thjesht thrasin në unifikim me botën islame dhe bëjnë problem në vendin e vet. Dhe të nderuar miq, jemi në fund të emisionit Kolazh Javor, por do t'i sjellim edhe dy përmbledhje të fundit që erdhën nga dita e diel dhe emisionet të cilët patëm rastin t'i ndjekim 2 apo 3 orë më parë. U kuvendua për haxhin edhe në emisionin Kuvendet e Urtësisë, ndërkaq Hoxha Krem Avdy kishte të ftuar një imam nga Gjakova, bëhet fjalë pra për Arsim Morinën, ndërsa për haxhin si shtyllë e Islamit u diskutua në emisionin Zëri i Arsyes me Hoxhën Lukman Hoxha. Të ndjekim edhe 2 përmbledhje të fundit. Miq të nderuar, arritëm në fund të emisionit të sotëm Kolazh Javor. Ju falenderojmë që na ndoqët edhe një herë, ju urojmë festën e Kurban Bayramit. Mirëmbëjtje dhe miru takofshim. Selamun alejkum.